falenderoj për pranin tuaj sot. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit që nuk keni zgjedhur heshtjen. Faleminderit që vazhdoni të besoni se Shqipëria meriton më shumë. Ne jemi mbledhur sot nga drejt, por me zemrat tona të drejtuar nga Shqipëria. Jemi mbledhur jo sepse kemi humbur shpresën, por sepse ne refuzojmë ta humbim atë. Shqipëria është një vend i bekuar me histori, me kulturë, me pasuri natyrore dhe mbi të gjitha me njerëz të talentuar e punëtor. Megjithatë, prej vite shumë shqiptarë jetojnë me ndjenjën se vendi i tyre po ecën në drejtimin e gabuar. Shohim të rinj që largohen, shohim familje që ndahen, shohim qytete që zbrazet, shohim njerëz që humbasin besimin se puna, arsimi dhe ndershmëria mund të shpërblehen. Dhe pyetja që shtrohet sot është e thjeshtë: a është kjo Shqipëria që meriton? Jo! A është kjo Shqipëria për cilën kanë sakrifikuar pesa të tërë shqiptarë? Jo! A është kjo Shqipëria që duam të lënë fëmijëve tonë? Jo! Sepse Shqipëria meriton më shumë. Meriton institucione që i shërbejnë qytetarëve, meriton drejtësi që nuk vonon, meriton zhvillim që përfshin të gjithë, meriton një shtet ku ligji është mbi pushtetin dhe jo pushteti mbi ligjin. Sot nuk jemi këtu për të përhapur urrëtie, nuk jemi këtu për të sulmuar njëri tjetrin. Jemi këtu për të mbrojtur një ide të thjeshtë, që Shqipëria duhet të përkas shqiptarëve, që ardhja e saj duhet të ndërtohet mbi demokracinë, lirinë dhe vullnetin e qytetarëve, sepse pushteti është i përkohshëm, ndërsa kondi mbetet. Qeveritë ndryshojnë, politikanët vinë dhe largohen, por Shqipëria mbetet. Shqipëria nuk është në shitje, Shqipëria nuk është ballë, Shqipëria nuk është pronë asnjë politikani, Shqipëria është e shqiptarëve.